Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lirin për të komentuar ngjarjet më të fundit që ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 4. Dolçe, siç duket, nuk ka limit dhe nuk ka pardon kur vjen puna për meshkujt. Me një puthje tepër të ndjerë dhe me një puthje shumë interesante, ajo ja kënaqi shpirtin Limit që nga mbrëm e deri më sot. Në fakt Limi në Prime tha që unë kam hyrë për next moment, do me thënë për një moment të radhës, nuk dëshironte që t'i ktheshte as bijës as Albës. Këtu tani vjen në pak kjo thënia që ne kemi dëgjuar gjithmonë, dy vet grinden, i treti fiton. Realisht Bia dhe Alba u grindën, u çan me njëra tjetrën, sa që Bia filloi të bën dhe magji nëpër shtëpi, vetëm e vetëm që të merr vëmendjen e Limit dhe dashurinë e Limit, ndërsa në këtë rast Limit nuk ja ndjeu fare dhe fitoi Dolçe. U dha puthja mes Dolçes edhe mes Limit, në fakt një puthje që është komentuar pafund. Tani nuk e di nëse është një puthje e stisur nga ana e produksionit, që produksioni me patjetër kërkon të jepet një puthje, apo është një puthje vërtet e ndjerë nga ana e Limit edhe Dolçes. Dolçja ju afrua Limit me shumë qetësi, me buzëqeshje, me pozitivitet, me dashuri, dhe siç duket kjo qetësia e Dolçes, kjo mënyra e të afruarit të Dolçes kundër drejt Limit pa bërë zë fare, do me thënë e kapi fare pa bërë zë, e iritoi Limin që t'i kthehet Albës se pikërisht për natyrën që ti flet shumë, bërtet shumë dhe nuk dëgjon fare, mua më bëri që unë të jem me Dolçe. Do me thënë Alba është tepër e thyer, Alba kërkon që edhe të del nga shtëpia, nuk jam normal që nuk jam dakord në asnjë mënyrë që një djalë të lëndoj një femër kaq publikisht. Alba i thot Limit që ty ke gënyer për atë se çfarë ke folur në raport me mua. Alba fliste brenda për dashurinë, ka folur dhe në dhomën e rrëfimit në fakt për emocione që kishte me Limin, për dashurinë që kishte me Limin, dhe ajo pikërisht e ndjente që Limi do të vinte në këtë shtëpi dhe do të ishte pjesë e kësaj shtëpie, dhe kjo në fakt e bëri situatën që të jetë shumë në pikpyetje. Dolçe dhe Limi janë në një lidhje dashurie. Nuk e besoj që është një lidhje dashurie, sepse një puthje të këtillë Dolçe pati edhe me Edin kur ishte brenda në shtëpi, do me thënë puthje kështu të ndjera, më pas kur iku Grande Fratello tha që unë nuk jam e lidhur atje, dhe mendoj që e njëjta strategji dhe e njëjta situatë përdoret edhe në raport me Limin. Dua të marr mendimin tuaj, edhe pse mendimi im është që Limi po luan një lojë skandaloze. Nuk është e bukur, tani do me thënë të kesh dy femra aty që realisht me njërën ja me Bian ka patur vetëm marrëdhënie seksuale dhe aty e ka mbyllur. Po me Albën ka patur një lidhje dashurie të gjatë, do me thënë kanë patur dolën nga ferma VIP që të dy së bashku dhe më në fund do me thënë futet Limi brenda për t'u lidhur me Dolçen. Mua kjo më duket jo normale. Si e gjykoni ju këtë lidhje që ka ndodhur?